Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka zbutur ndjeshëm qëndrimin e tij për Grenlandën duke hequr dorë nga kërcënimet për vendosjen e tarifave tregtare ndaj vendeve europiane që kundërshtuan planin e tij për kontrollin e territorit strategjik të Arktikut. Në të njëjtën kohë, Trump përjashtoi përdorimin e forcës për aneksimin e Grenlandës, një hap që shënon një kthes të fortë pas javësh tensionesh të larta me aleatët europian. Ndryshimi i qëndrimit erdhi pas një marrëveshje me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte, e arritur në kuadër të Forumit Ekonomik Botror në Davos, Zvicër. Presidenti amerikan bëri të ditur se palët kanë rënë dakord në një marrëveshje kornizë, e cila sipas tij hap rrugën për një zgjidhje të ardhshme mbi Grenlandën në rajonin e Arktikut. Në një postim në rrjetin Truth Social, Trump deklaroi se kjo zgjedhje, nëse konkretizohet, do të jetë në interes të Shteteve të Bashkuara dhe vendeve të NATO-s. Ai theksoi se diskutimet përfshin çështjen e sigurisë minerale strategjike dhe projektin e mbrojtjes kundërraketore të quajtur Golden Dome. Megjithatë, detajet e marrëveshjes mbeten ende të paqarta. Në një deklaratë të shkurtër, Trump u mjaftua me pohimin se bëhet fjalë për sigurinë dhe interesa strategjik, pa dhënë më shumë sqarime. Sipas burimeve diplomatike, rolin kyç në uljen e tensioneve ka pasur shefi i NATO-s Mark Rutte, i cili zhvilloi një ofensivë intensive diplomatike me aleatët europian dhe Washingtonin. Marrëveshja kornizë synon rikthimin e dialogut dhe shmangjen e një përplasje të thellë transatlantike, ndërsa çështja e statusit përfundimtar të Grenlandës mbetet ende e hapur.